Mirë mbroma, nëse keni mbushur makinën sot me karburant, qoftë naftë apo benzinë, sigurisht keni paguar më shumë se sa një javë më parë. Shtesa që po paguajm është kosto, që po i paguajm në një konflikti që ka shpërthyer në mes Iranit dhe Izraelit. Irani, i cili është ndërkohë një nga furnitorët më të mëdhenj të karburantit në botë, por jo vetëm, një shtet i cili kontrollon një zonë të caktuar të globit, aty ku muajnë të bllokojë jo vetëm karburantin e tij, por dhe karburantin e shumë vendeve të tjera të gjirit të Persik. Një konflikt i cili gjithnjë shumë po ravizohet dhe po përflitet si konflikti i tretë botror, pra si lufta e tretë botërore. Natyrisht, një luftë e tretë botërore e cila po zhvillohet me mjete të tjera, ndryshe nga dy luftrat e para, ajo e 1914-s dhe ajo tjetra, lufta e dytë botërore. Për të folur për këtë çështje me mua sot program janë Jorgjina Sotiri, mbrëma Jorgjina. Mbrëma. Artur Nuar, mbrëma Artur. Mbrëma. Geron Kamberi, mbrëma Geron, specialist i çështjeve ndërkombëtare dhe Ylli Doçi, pastor, mbrëma, faleminderit që jeni me mua sot. Do doja ta nisja me ty. Francesku e tha, lufta e tretë botërore ka filluar, thjesht që nuk doni ta shikoni. Frika ime është që ka të drejtë, por akoma mbetet për të parë se si do shkoj kjo luftë midis Izraelit edhe Iranit. Por frika ime është që ka të drejtë sepse interesat për mbrojtjen e Iranit janë interesat e Rusisë edhe interesat e Kinës. Dhe ata janë në një front të Rusia përbashkët. dhe Kina janë pro Iranit? Mendoj që janë. Mendoj që është e qartë që janë. Kështu që nëse ato do ishin të interesuara që ky konflikt të mos shuhet me njerë, do të thotë që do t'jetë një konflikt me vatra të tjera. Do hapen vatra të tjera? Kam frikun, po shpresoj që kam gabim. Jorgjina, sigurisht është ti merresh me këtë punë, patjetër, dhe megjithatë kishe imagjinuar që kjo gjë do të ndodhte, pra deri në këtë pikë, pra ku shikon ato pamjet e këtyre fishek zjarreve vdekjeprurës, ato shpejtësitë ultra supersonike, po nga dyja palët, dhe nga Irani dhe nga Izraeli, që bjen në zonat banuara është... Për ne këtu në Shqipëri duket sikur ndonjëherë sikur po shikojmë një spektakël ndërmjet dy vendeve të cilat le të themi janë vende që kërkojnë hegemoninë e rajonit. Megjithatë, mund të them që e kam pritur deri diku nëse do të shikojmë të gjithë kursin e veprimeve. Goditja e parë kundrejt Hamasit, më pas dekurajimi dhe shkatrimi Hezbollahut, renditja për të... Ajo ishte pikërisht gjithë sistemi komand kontrollit, si dhe logjistika po aq, ishte një nga shenjat dhe po aq ishin dhe përpjekjet për të rrëzuar Uthis edhe pse duket që nuk ja ka dalë. Megjithatë, nga i gjithë ky kurs veprimesh duke i qartë që goditja finale do t'ishte ajo koka e Meduzës, i gjithë mastermindi apo regjimi i Iranit. Dhe e them shpesh që ndoshta përtej atij programit bërthamor, duket sikur interesi më madhor është pikërisht rrëzimi dhe shkatrimi njëherë e mirë i gjithë regjimit teokratik në Iran. Edhe pak në po ta shikosh edhe fakti që për shembull u godit televizioni, pra u godit live, ishte si organizuar, pra u pa kur speaker apo fliste live dhe e goditën. Pra le të themi efekti ishte, dhe ne dim shumë mirë kur kërkon ndryshohet një regjim, qoftë në grushtetje apo qoftë me një ndërhyrje të tilla, kush goditen parat, goditet televizionet, pra le të themi në ndërhyrjen e NATO-s në Serbi, kush u godit televizioni serb. Pra le të themi, pra goditet ekrani. Por është interesante që thuhet që Netanyahu ose thuhet që Izraeli donte që të godiste Ajatollahun dhe Trumpi i tha jo. Dhe kjo është do me thonë se... Ka një do me thonje që frika e kuptueshme e Amerikës apo e Trumpit do ishte që nuk do të kemi të bëjmë me një Bagdad, si që ishte azgjësimi i Huseinit, Saddam Huseinit, po do ishte më shumë një Beirut. Frika e ti, besoj unë, është që nëse ikën Ajatollahu, vërteti mund të arrëzosh regjimin, po do të krijosh një qeveri paralele, sepse ato besnikët e ti do jenë të angazhuar njësoj si ata që shkatruan Beirutin. Që që duhet dhe pas kujdes. Mendoj që e kanë bërë gati, se do ta zëvendësoj. Shëria një lloj si Irani, qoftë nga historiku i saj, qoftë nga historiku konfliktit, po qoftë edhe nga fakti që
Ajatollat nuk e dim sa të fort janë apo jo, se dhe këto nuk e dim, apo jo Gjina? Gjasa është një pushtet i konsumuar deri diku. Bëhet fjalë për disa tentativa të një pas njëshme për ndryshim demokracie. Po nuk kanë patur sukses, personalisht në Teheran. Po nuk kanë patur sukses. E kam parë lirin ke zonjat, të cilat dikur nuk ishin as drejt në timonit, sot ishin të kujdesur, a kishin për liq të ambanin shamin, po e mbanin lartë dhe ishin të kuruara me mjaft shije. Flas për zonjat në qytet, jo për zonjat në televizion si që folet ti për atë që... Po, aty është propaganda. Aty është propaganda, ato janë kretë të tjera. Po e di, se unë kam qënë para 28 vjetës. Edhe jo rastisht Benjamin Po në kohë Netanyahu. kur u tha që po moderoj disi, po nërkohë, jaku jemi që nuk ka ndodhur. Kjo të regoj që Ajatollat janë regjimi fort. Disa ditë atje mendova që janë regjimi fort, nuk është regjimi Asadit. Nuk është regjimi Asadit. Por se sa të fort janë, Geron? Jo, unë do të thoja që kjo situatë, konflikti, si tush rrisia e kësaj situate, është fakti që tashmë kemi një konflikt të hapur midis Iranit dhe Izraelit, kur përgjatë gjithë historisë që kur është krijuar shteti Izraelit dhe deri tani konfliktet Izraeli ka pas me shtetet arabe. Pra kryesisht duke filluar që në luftën e parë arabo-izraelite të 15 majit 48, duke ardhur deri tek lufta e 4 e Jom Kipurit e 6 tetorit të 73-shit. Dhe për izë vërtetës, që nga 53 kur rrëzua qeveria Musadekut në Iran dhe deri 79-ën, 11 kur erdhi qeveria Ayatollah Khomenit, Irani ka pas marrëdhënie më të shkëlqyera me Izraelin dhe ka qenë një strategji madje vetë kryeministrit të parë Izraelit Ben Gurion, që të krijonte atë që quheshin aleancat periferike. Çfarë u prish? Ajo që prizi është që qeveria me ardhen e Khomenit, qeveria e Iranit tërhoqi njohjen e Izraelit si shtet. Duhet të kujtojmë që Irani është një nga shtetet e para që ka njohur Izraelin mbas shpalljes me regjimin. Po ndryshimi i regjimit është dramatik. Pikërisht. Këtë bësh me një teokraci. Të thoja. Dhe është shumë e rëndësishme ky fakt që nga 79-a, pra nga 11 shkurti 79-s dhe deri tani, që i thonë gati 25 vjet, 26 vjet, pra gati gjysmë shekulli, kjo marrëdhënie ka qenë gjithmonë e tensionuar dhe ajo çfarë e ka shqetësuar Izraelin në këtë marrëdhënie, megjithëse nuk ka kufi të afërt me Iranin, duhet teksuar kjo, pra kufiri i Iranit me Izraelin është 1800 kilometra, pra nuk ka afërsi gjeografike që ta kërcënoj drejt për drejt, por fakti që Irani të rroqi mbështetjen dhe ishte dhe shteti fuqishëm me kapacitete ushtarake edhe në luftën me Irakun arriti të përballojë 8 vjet një luftë frontale, një nga luftat më të gjata dhe më të përgjakshme që ka pas lindja mesme, për Izraelin ka qenë gjithmonë shqetësuese ky fakt. Dhe strategjia e Izraelit për ato që quhen goditjet parandaluese është bërë publike në duke paradoksale me një goditje që i ka bërë Irakut në 8 qershor 81-shit, gjatë luftës Iran-Irak. Dhe madje shumë analistë atë justifikuan si një përkraje tërthort ndaj Iranit, sepse Izraeli gjithmonë problemin e ka pasur me vendet arabe. Irani, mos harrojmë, është i vetmi vend shia në rajon, edhe ka kërkuar që të ketë një lloj si tush përkraje të vendeve arabe dhe për këtë arsye ka mbështetur dhe kauzën palestineze. Tani këtu linda e pyetjes për ta shpjeguar edhe pak. Pra, një vend që nuk është në kufi me Izraelin, një vend, le ta themi, kush ka qenë Iran e di, Irani ka dhe një konkurrencë me Arabinë Saudite. Pikërisht. Që nuk është një konkurrencë, ja ta mbaroj, që nuk është një konkurrencë thjesht temi, sigurisht, është janë interesat ekonomike, komerciale, patjetër, nafta, sigurisht, influenca me botën arabe, por dhe fakti që iranianët kanë detyruar që ngrenë një alternativë të Mekës. Pra, vari Khomeinit thuhet është ndërtuar në një formë tillë pra që t'i ngjajë një pikë referencë e tre për botën islame. Pra ne themi si ka mundësi që ky ndryshim edhe i këtij kursi, edhe nga ana e Izraelit, pra konflikt me vendet arabe, sot marrëveshjet e Abrahamit, themi një situatë krejt tjetër, linja ajrore me Arabinë Saudite etj, njohje nga Emiratet e Bashkuara dhe konflikt me Iranin. Pra si u arrit të pikë? Pikërisht sepse duhet bërë dallimi midis besimit fetar të Iranit dhe besimit fetar të vendeve të tjera të rajonit. Kryesisht sunitët. Sunitët dhe shiaj. Kështu që shumë e rëndësishme të kuptohet arsyeja e
urrëties së pa shpjegueshme të Iranit kundër Izraelit nuk është e popullit iranian, është e kësaj qeverie teokratike, që do të thotë ka një vizion eskatologjik. Ata po presin kthimin e Mahdit të 12-it dhe kjo do të vijë si rezultat i një kataklizme. Baza kryesore është baza fetare. Dhe kjo është ndryshe nga besimi musliman i sunitëve, dhe prandaj ka shpresë për mendimin tim që sunitët të mos e përkrahin Iranin për shkak të kontradiktave të tyre fetare, dhe duke mos e përkrahur Iranin ka shpresë që të mbarojë së shpejti ky konflikt, dhe mos harrojmë edhe një herë, nuk ka arsye tjetër përveç kësaj fryrje eskatologjike apo fetare të urrëties për Izraelin, që në të njëjtën kohë mund të jetë nuk do të ketë logjik. Nuk ka logjik, për shembull ai mund ta shohë që është i humbur, por ai nuk mund të mendojë në mënyrë racionale për këtë. Ai do vdes, do bëjë gjithçka, kështu që është e rrezikshme në të dy anët, qoftë në pamundësinë e shuarjes konfliktit me biseda racionale, por edhe shpresoj me aleancën drejt një zgjidhje ushtarake të situatës. Me ata mund mos ketë zgjidhje, me ata vetë, por me aleatët sunit përballë shiajve të Iranit, ka mundësi që të realizohet pa u përhapur. Fjalë për një shtet, një model tjetër të organizimit, teokratik. Vetëm një shtet, jo, po flas për Izraelin, është vetëm një shtet demokratik i modelit perëndimor, kështu që sigurisht është një sfidë drejt për drejt. Por nëse do flasim për konfliktin me Iranin, nuk është se loja nisi me Iranin, loja e Izraelit ka nisur shumë përpara. Ju kujtuat me Juthët, ju kujtuat me... Po ne kemi të gjitha vendet arabe pavarësisht sunite, tashmë po shohin historinë që po ndërton Izraeli në Palestinë. Është një histori e dhimbshme. Është një histori që ka vënë në një siklet të jashtëzakonshëm perëndimin, sepse nuk mund të mbylli syt, se njërin sy nuk mjafton, duhet të mbyllësh të dy syt që të injorosh fëmijët e vrarë. Mund të mbyllësh të dy syt të injorosh kur ti nuk lejon të ushqehen ata njerëz. Mund të mbyllësh të dy syt ose dhe veshët kur ti flet dhe thua që unë do ta bëj atë një resort pa palestinezë. Janë të gjitha që godasin thelbin e perëndimit. Dhe thelbi i perëndimit jo rasti, si mund të vi zgjidhja. Zgjidhja po, mund të vi dhe me Iranin, asgjësohet fizikisht, po themi, lideri shpirtëror, dhe mund të bjerë regjimi, nuk po them që do ndërtohet shteti me njerë, po bie ky regjim, forcat të ndryshme opozitare janë të gatshme si të regjimit të shkuar, janë dhe këta që kemi në këtu që s'kujtohet as njeri për ta, që edhe ata janë gatshëm. Nuk janë dhe shumë engjë, me thënë vërtetë. Po s'ka, janë njëti model. Kanë dalë listat zeza dhe ata. Dikur kanë qenë dhe ata organizat terroriste, pastaj për arsye gjeopolitike, u bën pjesë e një dialogu me perëndimin dhe ne ofruam edhe strehim këtu dhe pastaj si duket e kuptuam dhe amerikanët dhe ne që gjërat duhen parë me kujdes. Kështu që në këtë plan nuk mund ta marrim Izraelin si një model jashtë perëndimit. Dhe kur ti nuk e merr jashtë, ne duhet të referohemi në luftën e dytë botërore, Nurembergut. Perëndimi për të ruajtur fytyrën e vet, për të ruajtur historinë e vet, duhet të gjykojë këta njerëz. Ne kemi gjykatën e krimeve kundër njerëzimit. E ka ratifikuar edhe Shqipëria. E ka ratifikuar të gjitha vendet europiane. Nuk e ka ratifikuar Amerika, edhe Rusia sigurisht. Por nëse do i referohemi modelit perëndimor, ne duhet presim pas konfliktit gjyqje. Duhet presim gjyqje, kemi mandat arresti për Netanyahu, kemi mandat arresti për Putinin. Ndërkohë që administrata Trump i konsideron të dy dërtuesit e Jaltës Re. Bashkë me Jinpingun. Do flasim pak për rolin amerikan me administratën Trump. Nëse do doja vetëm pak të shtoja, duket që ashtu si që përmëndi edhe Geroni, nga 80-ta e gjithë strategjia e Izraeli duket sigurisht metodike, godet këto sajtet nukleare, në një bashkëpunim të çuditshëm në atë kohë me Iranin, pikërisht goditën sajtet për të shkatruar të gjithë programin bërthamor iraken, dhe të njëjtën gjë po bën dhe tani. Megjithatë,
për pos rënjes së regjimit, është një strategji e ndërtuar në këtë 10 vjeçarin e fundit, mbas përpjekjes së parë që bëri Obama në 2013-2015 për krijimin e planit të veprimit për limitimin edhe reduktimin e uraniumit.